Vazhdojmë të qëndrojmë së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt. Në fakt, në fund të çdo puntate të së premtes, kemi kënaqësinë të flasim për sport dhe për futboll, pjesën majoritare të rasteve. Sigurisht kemi edhe bashkëpunimin e kolegut Dritan Visha që na vjen nga Departamenti i Informacionit dhe që merret pikërisht me këtë sektor. Por kam kënaqësinë të kem në studio një djalë të ri, një talent të ri, është mesfushor me Besën, Ariel Shtini, mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Në fakt, sot do të flasim pak, kemi nisur kështu të flasim me personazhe të rinj të futbollit, edhe duke dashur t'i vendosim ata në qendër të vëmendjes për rëndësinë që merr futbolli, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën. Po si të nisi ty ky pasioni për futboll? Në thotë drejtën, ky pasion ka nisur që në moshë të vogël, duke pas parasysh se babai im ka qenë një futbollist, dhe ishte një familje me traditë futboll. Për te dëshirës kisha edhe një shtys më shumë nga familja, që më vinte ka babai. Dhe kështu fillova domethënë në stërvitje që i vogël që në moshë 6-7 vjeçare. Dhe aty njerëzit filluan të shifshin që kisha shumë të përbashkëta me babain tim, domethënë aftësitë si të përputheshin me njëri tjetrin. Po dhe kështu vazhdoi avash domethënë, shkallë, fillova të ngjitesha me sportin, me ekipet e grup moshave të Kavajës, 12-13 vjeçare me radhë, derisa kam arritur tash te ekipi i Kavajës. Si ka qenë këto aktivizimet me ekipet? Ke kaluar në ekipe zinxhir pra? Po, me grup mosha, do fillon nga ndër 12 vjeçar, 15 vjeçar, 17 vjeçar dhe 19 vjeçar përpara ekipit ku dolëm dhe kampion Shqipëria, domethënë që aty rash më shumë në sy ku më evidentoi tani një shpëtim durë i cili më mori në ekipin e parë të Kavajës. Aktivizimi me kombëtare në fakt apo jo më the, po shohim edhe pjesë nga ndeshja Dinamo Besa. Si është të luash në ekipet kombëtare? Domethënë, çfarë provon një lojtar i ri? Më thej që nuk është vetëm talenti që ke trashëguar nga babai yt, po është edhe puna në këto ekipe zinxhir. Po si është ky aktivizim me kombëtare? Aktivizimi me kombëtare në fakt jep një emocion që vështirë se e gjen në momente të tjera të jetës, domethënë. Është ndryshe kur luan me ekipin e Kavajës, ndryshe kur luan kur përfaqëson, ku si po shohim dëgjova himnin e kombëtarës aty, të jep një emocion, domethënë që nuk shprehet dot me fjalë. Po në kombëtare kam qenë me under 15 vjeçare, 17 vjeçare dhe 19 vjeçare, domethënë, kur kam luajtur në 2 kompeticione europiane para eliminatore, në Finland ku kam shënuar këndar dhe gol shënues, dhe në Belgjik para 5-6 muajsh me ekipin under 19 vjeçare. Tashmë unë di që ti ke fituar një trofe apo jo? Po, dish. Po si janë këto trofet deri tani? Të them të drejtën, to trofe për moshën që kam tash mua më duken që kam fituar mjaftueshëm dhe jam i suksesshëm, kam fituar 3 trofe. Kampion me, faleminderit, kampion me under 19 vjeçare të Besës, domethënë kemi dalë kampion me një ekip mjaft të mirë ku janë edhe shumë talentë të tjerë aty në atë ekip. Kam dalë fituam 10 me ekipin e Kavajës Kupën e Shqipërisë, kur rezova kampion si profesionist. Dhe me pamje që pam pak më parë, dolëm kampion, fituam Superkupën, ku ishte edhe protagonist me një gol që shënova, golin e tretë fitues. Cilin konsideron në këtë karrierën tënde të re, të nisur mirë me këmbë mbar me sa duket, momentin më të bukur? Padyshim momentin më i bukur për mua ka qenë kur luaj me ekipin kombëtar dhe kam shënuar golet domethënë në Europian. Aty që ato momente si harroj kollaj, plus edhe golin e parë, domethënë nuk s'mund ta harroj. Është një përveç ishte goli i parë, ishte edhe një ndër gole më të bukur që kam shënuar deri tash. Si është diferenca kur një lojtar i ri në moshë shkon dhe përballet me atë arenën e gladiatorëve ku ka njerëz pafund dhe të gjithë janë drejtuar nga ekipi i zemrës? Çfarë, domethënë si mund të përjetohet? Unë nuk e di, unë do të kisha rënë të fikët, menjëherë, menjëherë. Kur luan domethënë futboll merr parasysh të gjitha ato faktorë. Po ka një përgatitje kështu psikologjike në këtë pikë? Sigurisht edhe psikologjike, mendime para ndeshjes, por më shumë fokusohemi te ajo që do japin lojë, ti harrojmë të gjitha dhe tifozët domethënë i harrojmë fare dhe përqendrohemi më shumë te takimi, te ndeshja. Kjo është. Flasim pak për fanellën e Besës. Ti e mban tashmë atë sa e rëndësishme është kjo për ty? Tash ku isha i vogël, domethënë që në moshë vogël, ja pas ëndër që vogël akoma. Po flas për moshë 6-7 vjeçare që arrijat mendoja këto gjëra të vogla. Tash e kisha ëndër të luaja dhe të mbaja numrin që mbaj tash numrin 7 që mbaj se ka pas marrë dikur babai im, unë kisha ëndër që të luaja. Tash e kam arritur të luash me Kavajën, domethënë është kërkon një përgjegjësi të madhe dhe fanella ka një peshë. Unë mundohem të jap maksimumin tim dhe
si e thojnë, ta vlerësoj të fanell. Më ke përmendur disa herë babain tënd gjatë kësaj interviste, me sa duket ai është edhe pika jote e referencës, me sa po kuptohet. Po, në fakt, sa ndikim ka një baba futbollist tek një djalë i cili aspiron të bëhet pjesë e arenës së futbollit? Ai për mua është shembull më i mirë, është profesionisti më i madh që kam njohur, domethënë, përveç sa e kam baba. Unë mundohem ta kem shembull në çdo gjë dhe është mësuesi për drejtë ta njehemi vetëm në historinë time të futbollit. Janë të ashpër prindrit kur janë njohës të mirë të fushës, domethënë, nëse të gjithë të tjerët stërviten 5 orë në ditë, ti stërvitesh 12 se ta marrin shpirtin? Ndryshe nga tjerë, domethënë, unë kam edhe pak më shumë kërkesa se sa mund të ketë një futbollist që s'ka baba futbollist. Do me thënë, ti del në shi, vrapon, bën këto gjërat ala Rocky, jo. Futbollin kjo bëhet bukur, sakrifica dhe përfitimet që merr mbrapa, domethënë. Flasim pak për golin tënd të parë. E mban mend atë? Goli im i parë ka ardhur në ndeshjen në Durrës. Dhe ka qenë goli që kaloi në avantazh ekipin, por fatkeqësisht ai gol, domethënë, nuk i dha fitoren ekipit, por mbahet mend se është një ndër golat e mi më të bukur që kam shënuar. Kaq mund të them. Ka qenë ala Runi me Rafishatën apo? Jo. Se si do jap si din tash, është. Okej. Me kënaqësi. S'mund ta përshkruaj kështu. Mirë, në fakt, kush themi kështu ka ndikuar i vetëm në fillimet e tua, se kuptuam që babai jot është personi kryesor që ka ndikuar, po trajner, profesor, cilët janë marrë me ty. Po çfarë kanë parë të veçantë këtu? Ke lëvizjen e shpejtë, bën vrapjen e shpejtë, ke organizon mirë. Ai që më thonë që unë mbaj mend që më ka evidentuar në grup moshë dhe mori te ekipi para ka qenë person shpëtim durë, që për mendimin tim mbetet një ndër profesorët më të mirë në Shqipëri momentalisht, do të thonë një më të mirë. Ai evidentoi pa cilësi, domethënë që unë kisha shpejtësinë që mos lavdëron më shumë tash. Jo, nuk ka problem. Të dhënat janë të mira gjithsesi. Po ai pa dhe besoj se ja kam shpërblyer edhe unë besimin që ai krijoi te unë. Kush mendon se është pika jote më e fortë? Përqendrimi, element, se nuk e di elementet, çfarë mendon një futbollist kur është në fushë, nuk e di. Gjatë lojës e rëndësishme është ti je përqendruar maksimalisht, dhe nëse si je përqendrohesh edhe mund dalësh nga loja jote. Por besoj se kjo është përqendrimi dhe disa aftësi të mia, domethënë që kam që luaj sport. Do flasësh pak për gjendjen e ekipit të Besës në këto momente? Gjendja e ekipit Kavajës tash i Besës është, domethënë, gjendje kritike dhe të vjet keq, kur mendon se vjet ishim në kampion dhe fituam kupën dhe këtë vit jemi rrezikon, domethënë, të bijmë nga kategoria. Plus që shumë lojtarë kanë ikur, mund të them që ekipi i ra shumë moralisht. Se nuk u prisin largimi shumë lojtarëve. Ti morësh me emra, domethënë, lojtarët janë nga më të mirë që ekzistojnë këtu në Super League, si për eksperiencë dhe për gola, për gjithë që kanë shënuar. Po kjo nga ra moralisht ekipi, pat oscilacione dhe në ndeshje, shumë trajnerë ndruan. Dhe domethënë kemi ardhur në këtë pikë që as vetë nuk e besojmë që jemi aty ku jemi, domethënë. Po që shpresojmë që kam besim që do dalim nga kjo gjendje krize dhe ekipi nuk s'do rrezikojë të dalë nga loja. Edhe unë uroj që të jetë shumë shpejt kjo lëvizje. Me kë mendon se kombinohesh më mirë në ekip? Kë ke personin i cili të kap me intuit, shumë me nuk e di. Ka intuitën shumë të themi kështu testshme me ty dhe menjëherë e di se ti çfarë do të bësh lëvizjen e radhës. Po, që kam luaj me sfëshorë, domethënë i avancuar dhe krahu. Më shumë ato që më kuptojnë lëvizjet janë me sfëshorët e qendrës. Ku do të përmend Paulin Dhëmbin, Meglit Mihani, Artjan Poçin, to janë më shumë tre lojtarë që arrin të mirë me vesh më mirë me njëri tjetrin. Nuk është nevoja për ulurima, jam këtu, jam mirë. Jo, mirë me vesh vetëm me shikim. Mirë, në fakt ti je 19 vjeç, është një moshë relativisht e re dhe sigurisht të punosh dhe me njerëz më të mëdhenj në moshë është një eksperiencë shumë e mirë. Por kjo ka dhe një avantazh tjetër, të bën personazh publik. Dhe të prekësh famën ndonjëherë është shumë e mirë, është shumë pozitive, por ndonjëherë është edhe destruktive se ty bën veten qef, fillon merresh me gjëra të tjera, e lë masdore karrierën. Si është ky raport jot me të qendrit VIP, të qendrit i famshëm? Tash fjala VIP vetëm VIP nuk e quaj tash, domethënë. Personazh publik. Po. Domethënë më njohin më shumë njerëz sa që më njihin më parë. Tash të jesh në Kavaj, të jesh futbollist, domethënë se është vetë qytet i vogël, vetë populli vetëm futbollin ka sportin e vetëm i cili përkushtohet më shumë. Nuk është e lehtë, domethënë, njerëz të takojnë në rrugët e flasin gjatë njerëz të më përgojojnë se thonë të majë si për mirë, si për keq varet
Si shkon domethënë. Janë edhe këto, ka shëtem naja të lartë poshtë. Ka oscilacione domethënë si çdo lojtar mund të kesh, nuk është që je po konstant po gjithmonë ato. Po gjithsesi, nuk se që aktivitetet janë të pakta dhe futbolli ngelet. Futbolli është i vetëm dhe ato si tifozët dhe Ka patur probleme në stadium atje? Ka patur probleme nga këto që ne dëgjojmë rëndom momente jo të këndshme, të themi, jo sportive. Këto momente vinë domethënë kur ekipi nuk ecën mirë dhe siç ndodhen si dhe jashtë edhe këtu çdo gjyqtar ndikojnë domethënë në ndeshje, ato tifozët s'janë dakord domethënë me vendimet dhe to ndodh pak ndryshe nga që disiplina nuk është shumë e vendosur në stadiumet tona, ato irritohen dhe dalin jashtë natyrës tyre. Të dalim pak nga futbolli, jam vendas edhe për të kaluar te atë çka po ndodh 4 herë klasikët, Reali do të ketë një përballje me Barçën, gazetat shkruanin do të merret 18 ditë media, thuaj me këtë. Komandon ti se do të shohim fituese. Mediat pak merren 18 ditë, media do të merren më shumë për mendimin tim se është ndeshje që gjithë bota përjeton, domethënë si dhe unë që jam vetë futbollist, arriti shoh dhe bëhem tifoz të paktën me një ekip. Për mendimin tim Barcelona ka një mesi më shumë dhe kemi parë shumë mirë këtë. Kjo mendoj se mund ta bëj diferencën, por është diçka tjetër që vetëm Mourinho di si ta mundi Barcelonën, domethënë. E pam edhe vjet se mundi me Interin, kështu që është shumë ndeshje e vështirë dhe të shohim tash si të javim. Ku është veten në të ardhmen? Nuk e di, mund të ketë shumë ekipe të mëdha, ku ndron ti? Sigurisht si çdo futbollist ndorrojmë që të luajmë një ekip të mirë të elitës, domethënë futbollit, por për momentin po fokusohem te ekipi Kavajës. Patyshim. Po që të jap maksimumin, të jem 100% dhe që ta nxjerr Kavajën nga kjo krizë ku është domethënë. Me golat që dëshanoja të shohim tash në ndeshje. Për momentin juaj e ardhshme? Ndeshja e ardhshme është në Durrës, domethënë. Që akoma nuk e di dhe jem apo jo për shkak të dëmtimit që kam, po besoj se do bëj një sakrificë të luaj sado pakta që të jenë minutat, dhe të shohim. Mirë, nuk po flisja vetëm për ekipet brenda vendit, po flisja jashtë. Tash që themi drejtën jashtë, nuk është që s'më ka munguar ofertat, por ashtu. Avash domethënë shkallë duhet i rrisë në ato nivelet e mia. Nëse i marr maksimumin e aftësive të mia profesionale, besoj se mund të arris një ekip të mirë, domethënë jashtë shtetit. Mua më vjen shumë mirë që ka gjithmonë më shumë të rinj cilët aspirojnë edhe kanë dëshirë për të bërë një futboll të mirë. Po në fakt sa duhet stërvitesh, sa duhet kesh atë dëshirën e mirë për të arritur. Megjithëse futbolli në Shqipëri duhet thënë që ka probleme të tjera, probleme të mëdha. Gjithmonë një futbollist, nëse do të arrisë nivele të larta, do të servitet si një profesionist. Që do thotë do të servish 2 herë në ditë dhe asnjëherë do të lësh servitin, domethënë si thonë mbasdore. Do të fokusohesh 100%, por vështohesh deri në farë moshe, domethënë, derisa të arrish atë pikë që sa sirse kam për të bërë, sa është limiti? 35? Për të luajtur futboll. Po. Deri ku të let fuqia, domethënë tash nuk është. Është vërtet. Se njerëzit mund të gjykojnë për shembull, mund thua se je plakur ai, si mund thonë për mua që je i ri që luan, ashtu mund thonë për tjetrin që je i plakur. Ne kemi një Milan të plakur të gjithin, por gjithsesi. Për që është kampion akoma. Unë të falenderoj shumë Ariel që ishe në studio, të uroj shumë suksese dhe uroj që me aspektet dëshirët e tua ta çosh ekipin e Besës aty ku ti ke dëshirë, më pas kesh suksese në ekipe më të mëdha. Unë të falenderoj shumë për ftesën dhe të falenderoj edhe gazetarin Dritan Visha që vërtet mund të ardhen ti me këtu.